Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Siamo mai la mase che Mubarak Ramazano 2025. Am pirava amare emisije koja nakela prekalo YouTube emisije vaš palo Mubarako Ramazano, a dve siamo misafiri o hoxha psikologiji o Ergin Shala. Selamu alaikum hoxha efendi. Aleikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se në kjarë sot. Mirë se gjetëm vëlla Recep, Allah i shpërbleft. Na pas edhe para një vite, po edhe më do se shumë shpejt po shkojnë vitet, po plakemi kada kadale, kështu po zbardhohemi, po inshallah zbardhohemi në Islam. Elhamdulillah, inshallah. Kjo është në rëndësi. Po filloj me njëherë me pyetje, na trego pak mas jemi në muajin e Ramazanit, ndet na dëgjojnë vllazniat edhe motrat tona, na trego pak për namaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Vllazni dhe motra të nderuara, siç e potencoi edhe vlla Rexhepi, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit. Alhamdulillah që kemi arrit këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Allah subhanahu wa taala na mundsof që me bëj vepra të mira. Është një muaj që rriten shpërblimet vllazni. Është një muaj që shumëfishohen shpërblimet. Andaj në këtë muaj të bekuar të Ramazanit duhet mi shtu ibadetet, e sidomos me shtu leximin e Kur'anit. Sepse pejgamberi alayhi salatu sallam ka thonë me një hadith, thot nuk po them elif lam mim është shkron, po them elif është shkron, lam është shkron edhe mim është shkron. Dhe një shkron sevapin e ka sa 10, domethënë një lexim i një shkronje e merr sevapin 10 sevape, 10 mira i ka. Para mendo ti për shembull nëse lexon elhamdulillah i ki 60-70 sevape. Po nëse lexon një faqe, lexon 2 faqe, 3 faqe, është çështje shumë e madhe. Sepse Kur'ani ka zbritur në këtë Ramazan. Domethënë ka zbritur në muajin e bekuar të Ramazanit. Tash, tek Ramazani, tek muaji i bekuar të Ramazanit, përveç agjërimin që na ka bëu obligim Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala na ka bëu obligim në namazin vllazni. Namazi është shtylla fesë. Është shtylla fesë pa të cilën muslimani nuk bën menet. Për atë arsye unë po të arsyeshme që në këtë ders me fol për namazin pak, si shtyllë e Islamit. Sepse personi kur të hinë në Islam, mas pari e shpreh shahadetin. Është qelsi i xhennetit. Momentin kur ta shpreh shahadetin, për një herë shtylla e dytë është namazi. Pa namaz nuk bën muslimani, subhanallah. Në kohën e pejgamberit alayhi salatu sallam, kur dikush skar në xhamin çudit, ka thonë ka mundsi muslimani mos marr në xhami? Na tash po themi bile le të falet. Spaku le të falet. Edhe pse çështja e namazit me xhamat është e obliguar apo mirë, por prapë po themi inshallah falet apo. Andaj siç tham, e pas të arsyeshme që më fol për namazin dhe çdo vepër vëlla Recep e ka definicionin e vet. Edhe namazi ka definicionin gjuhësor edhe terminologjik. Definicioni gjuhësor është lutje. Es-sala në gjuhën arabe bën lutje. Ndërsa në definicionin terminologjik që po na vyn neve është veprim apo që bëhet me tekbir fillon, pastaj çka vazhdon deri në fund me teslim, me selam apo. Bile aq i rëndësishëm është namazi saqë Allah subhanahu wa taala e ka marrë Muhammedin alayhi salatu wassalam Isra dhe Miraj, pe dini kretë di. Allah azza wa jall me kafshën burak e mur Muhammedin alayhi salatu wassalam edhe çoj në piedestalin e nalt në 700 mbi 7 polqiej dhe urdhnoi me sa namaze? Me 50 vllazni. 50 namaze ka urdhëruar. A kishe mujti e unë 50 namaze mi bo? Ta ka zbrit në 5 namaze. Edhe 5 namaze nuk mi fal. 50 ka zbrit Muhamedi alayhi salatu wassalam. I kanë thonë pejgamber tjetër. Na e dim ummetin, e dim musliman. I dim njerëzit. Nuk mundën mi fal 50. Ktheu tek Allah subhanahu wa taala dhe me ta zbrit Allah azza wa jall. Ja zbret në 40, 30, 20, 10, kada ka dale. Edhe në fund i thot 5. Prap i thojnë ktheu tek Allah subhanahu wa taala, Muhamedi alayhi salam i vjen turp. Thot mjafton. Vjen turp, më thon Allah subhanahu wa taala më pak se 5. Edhe 5 e kanë shpërblimin çka?
si 50 vllazni. E kanë shpërblimin si 50. Për atë arsye, Allah subhanahu wa ta'ala vetë se ka urdhnuar që ibadetin me bo, me çka? Me sinqeritet dhe me fal namazin dhe me dhon zakatin. Gjithmonë namazi ka ardhur së bashku me zakatin. Sepse shumica, subhanallah, kur t'jen puna namazin e falin, zakatin nuk e japin. Zakatin se japin. Sepse parja është në pyetje. Për namaz është 5 vakëtli. Kur t'jen puna zakatit, nuk e jep. Mendon se po çka? Po varfnohet. A realisht kushdo që jep Allah subhanahu wa ta'ala ja shton. Vallahi e shton Allah azza wa jall, e shton Allah subhanahu wa ta'ala këtë pasurinë. Po ashtu Allah azza wa jall për kohën e namazit thot inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Me të vërtet namazi është obligim për në kohën e caktuar. Më thonë është obligim për besimtarët në kohën e caktuar. Ti si musliman e shpreh shahadetin, duhet më anis namazit. Dhe ky muaj i bekuar, le të jetë si lloj nxitje edhe këto takimet e juve me hoxhallar, me emisione hyn në çështë çështje. Që më thirr njerëzit në këtë muaj të bekuar. Pse? Sepse Allahu në këtë muaj të bekuar i prangos shejtant. I lidh shejtant. Kur i lidh shejtant Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë ti malet e ki davetin. I afron njerëzit malet në dinin Allah subhanahu wa ta'ala. Se shejtant janë të lidhur. A i ki po shumica subhanallah, nuk falin 5 vakte, vinë falin namazin e taravis. Agjerojnë. Shfrytëzoj e thuj, o vllaje. Allah subhanahu wa ta'ala ta mundsej me agjeru. Nisa për namazit. Vallahi namazi është para agjerimit. Namazi është shtylla, apo kupton, është shtyllë shumë e fuqishme, që në mesin e dietarëve ka pas mosmarrveshje, a musliman apo musliman? Na po themi që është musliman. Edhe kemi atë bindje, sepse një njeri që agjeron, ai për shka agjeron? Për shkak të fesë. Po le të shfrytëzojmë këtë muaj, le ta shfrytëzojmë që më anis namazet me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Feja islame, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, bunya al-islamu ala 5. Thot është ngritur islami, thot në 5 shtylla. Në 5 gjëra është ngritur. Shahadeti një. Shahadeti, ashhadu an la ilaha illa Allah, edhe Muhammed Rasulullah. Pastaj thot namazi. Pastaj tjetra është zakati. Pastaj është agjërimi dhe në fund kush ka mundësi e jep haxhin. Normalisht edhe punën e zakatit kush ka mundësi, do thot e jep zakatin. Po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam thot në hadithin e Muadhit, koka e gjitha çështjeve kryt, e krejt çështjeve është thot Islami. Koka. Shtylla, thot shtylla, çka është e Islamit? Është namazi. Shtylla. Ndërsa thot kulmi është xhihadi. Lufta në rrugt të Allahut subhanahu wa ta'ala. A di çush e kanë komentuar dietar çështjen e namazit? Çështjen e namazit e kanë komentuar sikur një shator që është, apo shatori që është, edhe në midis e ka ata. A di që e man shatorin. Dhe që paramenone, që ajo kur t'hiqet, çka jetë? Zosh ato. Është zot. E rrezikshme çështja, nuk është hajgara, kupton? Çështja shumë e rrezikshme është puna e namazit, vllazni. Mundë subhanallah me dhon zakatin e agjërimit, alhamdulillah që po ta mundson Allah, po shkon numër e krejt vibon. Falë për namazin. Falë për namazin se nëse i mbledh krejt subhanallah 5 vaktin vallahi nuk shkojnë më shumë se hade be një orë thuj, një orë që. A nuk mjafton, a nuk e meriton realisht Allah subhanahu wa ta'ala me fal, me përkujtu një orë, mja kushtu Allah subhanallah një orë. 23 orë brejki për ty, një orë kushtoj Allahut. Ajrin po e thithë vllai jam pa pare. Subhanallah, unë kam punë me pacienta kështu edhe i shoh që kanë probleme me frymë. Një bocë të oksigjenit e paguajnë 10 euro. Dhe e boca oksigjenit për 3 orë, 4 orë shkon. E blen oksigjenin. Shkon e blen në ganë.
Sun del prej shtëpisë pa oksigjen, se i nxjihet fytyra. Ti e unë që të oksigjen që pe thith. Apo pagun? Nuk je të pagun. As meriton Allah miron sejdë. Mo vallahi. Para më do ku dalim para Allah subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Ki me dal para Allah direkt. O robi jam, aqimu s-sala wa atu z-zaka. Falë namazin, jep zakatin. Çka mi thon Allah subhanahu wa taala ditën e gjykimit? Ja Rab, kthem edhe një në dynjë. S'ka kthim më. Nuk ka kthim. Për atë arsye, shfrytëzoje tash në këtë moment. Nisja një kapitull 3 edhe nisja namazit për një herë. Edhe ki me vrit, vallahi që këtë punë kanë me të ratu. Kanë me të hek stresi, kanë me të hek ankthet. Shejtanët që të kanë sulmu, kanë mu largu prej teje. Ma zore kanë me të sulmu shejtanët. Pastaj, thot Muhamedi a.s. thot në ditën e gjykimit, puna e parë që llogaritët robi është namazi. Puna e parë. Edhe thot këqyr një farzet. Se na e dim që namazi është farz edhe sunete, apo? Edhe nëse farzet si ka pas tamam, vëlla Recep, thot atëre me laqeve, thot këqyrja sunetit. Nafilet. Thot çto nafilet mja qit farzeve. Mshira Allah subhanahu wa taala. Tik në namaz. Se ki fal me përkushtueshmëri, nuk e ki fal namazin. Apo nuk e ki plotsu mirë, Allah subhanahu wa taala, po ti do më thonë, në vend të farzeve, sunetin. Për atë arsye dhe sunetin, nafilet janë mbrojtëse të farzeve. Po ashtu Muhamedi a.s. testamentin e fundit, aq i ka dhënë rëndësi namazit, sa që ka thonë es-sala. Para vdekjes. Para vdekjes. Në agonin e vdekjes, u ka shtrin shtratin e vdekjes, edhe pi thot sala, es-sala. Thot namazi. Sikur pedin prej shpalljes që muslimanët në fundin e botës kanë me lënë namazin. Ka me fillu me emanetin me lënë, pastaj në fund kanë me lënë namazin. Shumica nuk falin namaz. Sa falin, hade me buni statistikë për shembull, shumë pak. Gjumë, alhamdulillah, ja 15-20% është ta falin. Mirë po, 5 vakti o problem. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala i përshkruan ata e pas atyre të mirëve erdhën pasars thot këqi që e lanë namazin. Dhe më thonë kanë falë namaz me një kohë, pastaj kanë ardhur pasar të këqi që e kanë lënë namazin. Aq është i rëndësishëm namazi, siç tham, që Allah subhanahu wa ta'ala e ka ngritë robin e vet tukon shtrat. E ka qenë Mesjidul Aqsa, edhe pastaj e ka ngritë lart dhe ja ka urdhnu namazin. Direkt ja ka urdhnu namazin. Dhe ky namaz ta ka urdhnu edhe ty me lenë Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe thot Allah subhanahu wa ta'ala, thot kush janë të shpëtuarit? Nëse pyet dikush. Kat aflahal mu'minun. Kanë shpëtuar, thot, besimtarët. Pse? Ku është ajo esenca e shpëtimit besimtarëve? Vazhdon ajeti dhe thot alladhina hum fi salatihim khashi'un. Thot kanë shpëtuar besimtarët, të cilët thot e falin namazin me përkushtueshmëri, me përqëndrim.